Rreziku më i madh i Kosovës është kur në Kosovë do të cunoj një parti ekstremit majt, siç është KLVV-ja, parti ekstremit majt. Që kjo e prish vllahun me vllah, babën me djalë, vllahun me motër, nipin me daj. Këtë parti komuniste, majtiste, enveriste, staliniste, këto janë parti shkatërruese të shoqënisë. Sepse këta menojnë me i botë gjithë barabart. Për me i botë barabart do të vish fukara me i boton. Se s'mundesh me i botë barabart ato që punon me ato që s'punon. Lufta e klasave kon në Rusi, në vitin 1918, pe atje na kanë ardhur. Dhe këtu tërthorazi është luftë e ruse. Na puna me thotë që kjo kundër Rusisë, po kuptimi bindja ruse. Dhe prandaj unë jam i djathtë dhe bindjen time nuk e shes. E kam bindjen e djathtë, bindjen amerikane, bindjen anglo-amerikane, bindjen gjermane. Nuk e shes këtë bindje, këtë parët e botës me thonë. Adhe në vitin 1999 më kanë thonë, hajde 1 milion morë ka i ki shoje, dilë në radio Rilindje shoje Ibrahim Rëgovën. Adhe këmë thonë, qëre 1 miliard, 20 miliard me thonë nuk e bëja thonë. Në shta për i ditëm të iket. Shkoj ati në radio Rilindje, s'lo gjopa thonë. Vës kër e ki bindje? Kër e kam bindjen tem, jo që po ma blenë ti mu bindjen për me bo bindjen si ti me parët tua.